Në zemër të natyrës dhe historisë, Zogaj priti vizitorë dhe dashamirës të trashëgimisë kulturore që u njohën nga afër me jetën, traditat dhe mjeshtrinë e banorëve të zonës. Programi përfshiu një sër aktivitetesh që sollën në vëmendje bukuritë natyrore, jetën e përditshme dhe pasuritë shpirtërore të komunitetit. Guida lokale në rrugicat e fshatit dhe në pikat karakteristike pranë liçenit, rrëfime historike, kinema në natyrë, punëtori artizanale, degustime të gatimeve tradicionale e të tjerë. Arsyeja pse jemi mbledhur këtu është sepse gjatë 2 viteve fundit kemi ndërtuar produkte turistike në fshat, nga më të ndryshme dhe që janë unike për fshatin Zogaj. Këto u ndërtuan së bashku me komunitetin e Zogaj dhe kishte një lartshmëri të produkteve të ndryshme që ne po punojmë tani në Zogaj. Duke numëruar nga renovimi i 14 varkave të peshkimit, duke u bler jelek shpëtimi për peshkatarët, rjeta të reja peshkimin, janë vendosur kosha të plerave në fshat dhe gjithashtu tabela orientuese në pika turistike të fshatit. Më tutje është punuar në ngritje të kapacitetesh me bizneset e zonës dhe tani e tutje jemi duke aplikuar dhe në fakt është arritur aplikimi nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit me ndihmën e GIZ Shqipëri për fshatrin më të mirë turistik në botë, ku Shqipëria po konkuron me 6 fshatra total. Zogaj, fshati piktoresk Buzliqenit të Shkodrës, u kthye kështu për 2 ditë në një qendër të gjallë të kulturës, turizmit dhe trashëgimisë shqiptare përmes eventit Tregime Fshati. Ky aktivitet është pjesë e iniciativës Në Fshat, e ndërmarrë nga GIZ Albania dhe Ministria e Turizmit dhe Mjedisit që prej vitit 2022 dhe që synon të krijojë modele të qëndrueshme të zhvillimit rural, duke fuqizuar komunitetet lokale dhe vlerat e tyre autoktone.